Kjo është shumë e rëndësishme. Kur thash pa herët që jo rastisht e kom cekë, e kom marrë këtë temë, ndoshta në angazhimet e mia që i kom pas me ligjërata nëpër xhamia, nëpër mexhliset ndryshme, muj me thonë që përveç nëse kemi pas të caktuar temat rrallë herë kemi pas të caktuar, shumicën e temave ndoshta muj me thonë në bazë të zhargonit të xhamatit që kemi njoftën e kemi përcaktu, mirë po ndonjëherë ose shumë herë, muj me thonë që më së pari kemi këshillu veten, pastaj edhe të tjerë. Ndoshta i kemi bërë përzgjedhjen e temave kur kemi pas nevojë më shumë për veti, për çat temë, sepse e dim që fjala që del prej zemrës mrrin edhe në zemër, apo? Ndoshta mund të dikush shumë bukur me e thurr një temë në mënyrë shumë akademike, në mënyrë me ajete kuranore përmendsh arabisht, shqip, me hadithe, me mendime dietarëve, me krejt komplet çush përgatitet një temë në bazë të mësimeve që i kemi marrë. Mirë po nëse është sipërfaqësore nuk ndjehet. Nuk ndjehet. Kjo po ndonjëherë dikush ndoshta 2-3 fjalë ti thot, po prek shumë zemra. Pse se e thot prej zemrës? Domethënë, nëse muj me thonë, tash nuk po tham si kom bë diçka ose kështu, mirë, po Tevekuli ka qenë një temë që ndoshta me jetën e kom mësu qysh me ju mbështet Allahut. Nuk e di a e kom mësu mirë, nuk e di a e kom arrit qëllimit, po muj me thonë që përzgjedhja e temës ka qenë si shkak i një përvoje personale që e kom pasën, që kom arrit, domethënë që ndoshta muj me thonë që kom arrit me kuptu çështjen e Tevekulit. Kjo ka qenë ai shkaku më përpara. Kime na i mësu mandej edhe që të përvojën personale, se kur e the që mos me pas dyshimin ta, fillove pak me madridhe dhe mu zemrën, po ka dalë ajo më ka e kuptoj tamam Tevekulin, a nuk jo më ka e kuptoj. Kjo është ajo që thash kemi nevojë për këshill dhe për rikujtim ndaj njëri tjetrit. Ndonjëherë një fjalë thash e dikuj, mundet me ndiku shumë te na. Mbase unë e kom majt ligjërata për Tevekulin edhe ma përpara, për çështjen e mbështetjen në Allahun. Edhe kom pas njerëz ndoshta prej studenteve, prej xhamatlikeve, ndoshta që kanë thonë, Allah shpërbleft se sa mirë ke sqaruar kështu. Unë çtash jam e bindur, për shembull, një musibet, një sprov veten që ai ka pas caktuar, edhe tash e di qysh. Po thell në vete, unë ndoshta shumë bukur e kom thurr. Kjo ka qenë ndoshta prej begatisë Allah që Allah më ka dhënë pak kuratorin, edhe kom ditë me i lidh shumë mirë që te tjetri ka ndiku pozitivisht, po unë për vete ndoshta shpesh herë në sprova ose në përballje me sprova se thush ti mbështetesh Allahut është tjetër gjë, e të përballesh drejt për drejt është tjetër gjë. Që kjo është ajo që mos me dyshu në fund. Pa ta kërku një herë prej dikujt më të dijshëm, prej një hoxhe, pa të thënë, çush është me ju mbështet Allahut? Unë thamë që i mbështetem Allahut, ku më këshillu të tjerët, më kanë falëndëru, po shpesher po e shoh veten që po bi. Për shkak normal, si cili njeri që i ka sprovat edhe sfidat e veta gjatë jetës.